Shkodra u shndrua këtë fundjavë në një qendër frymëzimi për artin pamor përmes aktivitetit Artistët për Artistët, ku marrin pjesë 20 piktorë nga të gjitha treva shqiptare. Pavarësisht temperaturave të larta të ditëve të fundit, energjia krijuese nuk është ndalur, pasi vetë qyteti dhe peizazhi i tij ofrojnë një burim të pashtershëm inspirimi. Piktoria Anila Hetoja ka gjetur frymëzimin e saj pranë liçenit të Shkodrës, duke realizuar një siluet gruaje që dialogojnë me qetësinë e ujërave. Është një liçen i qetë, edhe që është një siluet gruaje duke pushuar e qetë, e relaksuar, kështu do doja të ishte edhe Shkodra në fakt, e relaksuar e qetë, që të ketë më shumë zhvillim, ekonomi. Nga ana tjetër, Linda Lupi i është rikthyer legjendës së Rozafës për të përcjellë një mesazh përmes veprës së saj, duke ndërthur mitin me artin. Kam kapur një tematikë të cilën është mitologji shqiptare, një legjend, një histori ku janë muret e Rozafës. Është pikërisht janë këto mure që janë ngritur mbi fuqinë, mbi rolin, ka një rol të veçantë të gruaja në këtë mes. Shqipërim Fejzullau, i ardhur nga Lugina Preshevës, tregon se artin nuk e pengojnë kufit. Edhe pse neve padrejtësisht jemi të ndan, por shpirtërisht edhe emocionalisht, arti neve na bashkon. Edhe po mendoj që kjo është një prej ideve më të fuqishme, një prej iniciativa të cilat meriton respekt, meriton konsiderat. Punimet e realizuar nga artistët u ekspozuan në zonën muzeale të qytetit, duke tërhequr vëmendjen e kalimtarëve dhe vizitorëve.